Profesor, në vitin 1986 në Beograd u zhvillua një simpozium, sipas cilës synoi të hidhte poshtë preardhjen teorinë, e preardhjet të shqiptarëve nga ilirët. Ju keni botuar këtë libër, si kundër përgjigje. Ilirët që mbjetuan dhe ju nxirrni konkluzione shkencore sipas cilës shqiptarët janë pasardhës të ilirëve dhe kjo e vërtetuar shkencërisht. Tani, mund ta thuash në mënyrë të përmbledhur që cilat janë provat që hedhin poshtë teorinë serbe? Dhe vërtetojnë në lidhjet gjenetike të shqiptarëve me ilirët që banonin në trojet e Shqipërisë së sotme. Në mënyrë të përmbledhur, simpoziumi sërb i Akademisë Sërbe të Shkencave dhe Arteve në 86 ishte një përgjigje që ju kërkua nga Komiteti Qendror i Partisë Komuniste Sërbe, ju kërkua Akademisë së Shkencave dhe Arteve Sërbe. Doli si kritikë ndaj botimit që kishim bërë ne, shtëpia jo mbotuse, shqiptarët dhe trojët e tyre me artikuj nga personalitetet të kulturës shqiptare, të shkencës shqiptare, nga Qeran Çabej, nga Alex Buda, nga Skënderan Amali, e tjerë. Ne atë libër e përgatitë e Akademisë Shkencave dhe ne e botuam. Jo, më thoni shkurtimisht në mënyrë përmbledhur, cilat janë provat, profesor, që ju hidhin poshtë serbët? Serbët që në parathënie ju them, serbët kanë nisur keq, që në organizimin e simpoziumit. Simpoziumi sërb nuk kishte asnjë të ftuar, ne në Shqipëri në atë kohë. Në atë kohë po flas. Sillim edhe kundërshtar të pikpamjeve tona, në simpoziumet i bënim ne këtu. Kemi sill, ka pasur edhe debat midis e Qeran Çabej dhe një italiani Pisani, dhe shumë të huajve të tjerë. Debatet hapura. Serbët s'kan ftuar asnjë të huaj, bile asnjë kosovar, që Kosova ishte pjesë e Serbisë. E Jugosllavisë. Po. Nga kjo, nga ana tjetër, unë shikoj nga një, këta janë emra të shquar, po t'i thuash në një arkeologët të tore, Garashanin ishtë figurë europiane të thotë. Europiane, po unë e lexoj që ka shkruar. Dhe unë shikoj si ka evoluar pikpamjet e tia me ndryshimin e politikës jugoslave. A i thoshte për dikur shkruan të, i kam cituar atje, se Kosovar, këta Dardanët ishin i lirë. Pastaj, kur ndryshoi politika jugoslave, Dardanët u bën gjysmë i lirë, gjysmë trak. E humbën identitetin i lirë, Dardanët. Sjellin fakte, sjellin për shembull marrin, thonë që toponimia në Shqipëri është slave. Toponimia slave në Shqipëri nuk provon absolutisht asgjë. Sepse ajo toponimi slave që marrin emrat e fshatrave, e ka sqaruar e Qeran Çabej me kohë këtë punë, në Ballkan emrat e fshatrave janë të paqëndrueshëm. Fshatrat janë çvendosur dhe kanë lëvizur dhe kanë ndruar emrat vazhdimisht. Ne s'kemi asnjë emër fshati nga lashtësia, se ne na duhet të provojmë kush ishin të partë, neve apo slavët këtu. Ne kemi provuar që emrat e qyteteve që ngelen, vetëm ato kemi ne, nga lashtësia që mund i provojmë. Ato si kanë evoluar këto qytete? Ne kemi përmendur vazhdimisht. Do flasim për ato emrat, po teoria juaj është që me qytetet, jo me fshatrat provohet. Po fshatrat s'provojnë asgjë, sepse fshatrat... është i pazhvilluar? Jo, fshatrat kanë lëvizur, ne s'kemi një emër fshati nga lashtësia. S'kemi. S'kemi emër fshati? Po s'kemi. Pa emër qyteti kemi ama? Emra qytetet s'kemi. Po, dhe këto duhet të marrim për bazë. Do flasim atë, po tjetër si teori tënden, profesor, që ilirët që mbjetuan?
Unë në këtë libër kam sjell një sër emrash të tjerë që se zakonisht ne sillim në për simpoziume 17 emra qytetesh dhe lumenjsh. E kjo është te ky libri tjetër. Te ky. Po, Do të thënë vazhdimsi i liro shqiptar në emrat e vendeve. po, kjo është shumë e rëndësishme. Këtu unë vë jo 17, po 40. Po pra, se kemi shumë se 17. 40 emra qytetesh dhe të lashtë. Omonika Amantja, Arbëria Arbanon, Arta Araktos, Arza Arnisa, Bajkaj Bajke, Balçi Bulis, Berat Belgrad, Po, Bota Qafat Botës, Potejdon, Bual Ombalion, Butrindi Butroton, Butroton. Çam Tiamis. Po, janë të gjithë kanë evoluar, si kanë ndryshuar nga lartësia deri në sot, është provuar pa diskutim që kanë evoluar në bazë të ligjeve të Shqipës, fonetikës historike të Shqipës.